Në Krutjet u mbajt për të 6 vit radhazi Festivali Kabas Muzeqare, një aktivitet që tashmë është kthyer në traditë kulturore për zonën. Rreth 100 artistë nga Lushnja, Dimali, Fieri dhe qytetet të tjera sollën në sken meloditë karakteristike të Muzeqes, duke i dhënë jetë një prej pasurive më të çmuara të muzikës popullore shqiptare. Sipas udhëheqësit artistik të koncertit Albert Kajno, festivali synon ruajtjen e muzikës muzeqare si një trashëgimi e vyer, e lënë nga të parët, por edhe përcjelljen e saj tek brezat e rinj. Kemi pas shumë oferta dhe seleksionime kemi pas shumë, po duket që ka një penjim të madh. Dhe mesazhi i këtij aktiviteti është që të përcjellim traditën tonë muzeqare, edhe muzikën tonë muzeqare të këtë rinj. Dhe duket që ka interes. Për klarinetistin e njohur që është dhe kryetari jurisë së festivalit Fatos Liçka, Kabaja mbetet një nga format më të veçanta të muzikës popullore shqiptare. Sipas tij, në fillesat e saj, Kabaja ishte një vajtim interpretuar nga mjeshtrit e vjetër, ndërsa sot ajo vjen me një frymë më bashkëkohore, pa humbur identitetin dhe vlerat artistike që e karakterizojnë. Ky festival, themi, zhvillohet për të vënë pa talentet dhe klarinetistët e vjetër të muzeqes, por duke i dhënë një prioritet Kabas, duke i quajtur më tepër një traditë të muzeqes, siç kemi klarinetistën e mirënjohur Shifo Kiptiu, që është emblema e Kabas muzeqare, edhe ne e kemi ruajtur këtë traditë edhe sot e kësaj dite. Interpretohet Kabaja në Kabaja në vetë është një vajtim nga zërat e vjetër që me sa dim ne si profesionist, dhe risillet me një term të ri që quhet Kaba. Festivali u mbështet edhe nga Bashkia e Lushnjës. Kryebashkiakja Eriselda Sefa theksoi se ky aktivitet synon të ruajë dhe promovojë një nga vlerat më të çmuara të trashëgimisë muzikore të muzeqes, duke përcjellë atë te brezat e rinj. Fakti që është viti 6 dhe ne të vazhdojmë të ruajmë këtë traditë të bukur, duke zhvilluar çdo vit pikërisht në këtë datë Kaban muzeqare, është pikërisht sepse duam që ta ruajmë këtë traditë të bukur, por patjetër suksesi i saj duket edhe nga një pjesëmarrje që kemi çdo vit akoma më shumë grupe pjesëmarrëse. Këtë vit kemi rreth 8 grupe nga zona e muzeqes dhe patjetër që këtë traditë të bukur ne do ta vazhdojmë edhe në vitet më pas, sepse duam që kjo tradita e bukur e Kabas, folku që ne kemi, duke veglat muzikore apo kostumografia që paraqesin gjatë këtij edicioni, patjetër që bën të mundur që ne këtë traditë të bukur ta ruajmë, por patjetër ta përçojmë edhe tek brezat e rinj. Në përfundim të festivalit, juria e përbërë nga Fatos Liçka, Valbona Hekurani dhe Sajmir Bahja ndau çmimet për interpretuesit më të mirë. Çmimi i parë ju dha grupit të Krutjes, i dyti grupit të Semanit në Fier dhe i treti grupit të Dimalit. Edicioni 6 i festivalit të Kabas muzeqare u mbyll mes duartrokitjeve, duke konfirmuar edhe një herë rëndësinë e ruajtjes së kësaj trashëgimie të vyer muzikore shqiptare.